Detyra numerike. 2 automobile lëvizin njëtrajtësisht. I pari përshkon 210 km për 3 orë, kurse tjetri 18 km për 15 minuta. Cili automobil lëviz më shpejt? Zgjidhje të dhënat. Pra janë 2 automobile duke lëviz, nëse automobili i parë kalon rrugën prej 210 kilometrave, që do ta shkruajmë rrugën e tij me S1 për kohën të një barabart me 3 orë. Kurse automobili i dytë do të kaloj rrugën SD prej 18 kilometrave, të cilën rrugë do ta kaloj për kohën të dë prej 15 minutave. Kërkohet të gjejmë shpejtësinë V1 dhe V2. Pra kërkohet shpejtësia e automobilit të parë, të cilën do ta shkruajmë me V1, dhe shpejtësinë e automobilit të dytë, të cilën do ta shkruajmë me V2. Sigurisht se detyrat e fizikës kanë më shumë se një zgjidhje për të arritur deri te rezultati. Një nga zgjidhjet më logjike që mund të punohet, mund të veprohet në këtë mënyrë. Nëse automobili ka kaluar 210 km për 3 orë, na intereson se sa kilometra i ka kaluar automobili vetëm për 1 orë. Pra, për të ditë për 1 orë sa kilometra i ka kaluar, 3 pjestojmë me 1 dhe themi për 1 orë ka kalu me 210 km pjestu për 3. Pra shpejtësinë do ta gjejmë edhe në mënyrën duke thënë se 70 kilometra i ka kalu automobili i parë rrugën S1 për 1 orë, për kohën të një barazi me 1 orë, që nga kjo rrjedhse shpejtësia e automobilit të parë do të jetë 70 për 1, 70 km në orë. Po sa do të jetë shpejtësia e automobilit të dytë? Shohim se koha të dë është dhënë 15 minuta. 15 minuta janë 1/4 e orës. Për të bërë kohën të dë 1 orë, 15 do ta shumëzojmë me 4. Pra, nëse shumëzojmë kohën të dë, 15 herë 4 është 60 minuta, atëherë edhe rrugën prej 18 kilometrave do ta shumëzojmë me 4. Kështu që rruga SD do të jetë 18 km herë 4, 4 herë 8, 32, 2 a 3, 4 e 1 4, edhe 3, 7. 72 km. 72 km për 60 minuta apo për 1 orë, që shpejtësia V2 është 72 për 1, 72 km në orë. Dhe kur të krahasojmë shpejtësinë V1 dhe V2, shohim se V1 është 70 km në orë, kurse V2 është 72 km në orë, që do të thotë se shpejtësia V2 është më e madhe se shpejtësia V1, që rezultati do të jetë se automobili i dytë lëviz më shpejt se automobili i parë. Tani do të shohim mënyrën e dytë për zgjidhjen e kësaj detyre. Të dhënat e detyrës ishin S1 210 km, koha T1 3 orë, rruga SD 18 km, ndërkaq koha T2 15 minuta. Tani i kontrollojmë të dhënat. Rrugën S1 e kemi në kilometra, do ta kthejmë në metra. 210 herë 1 kilometër i ka 1000 metra. Barazi 210 herë 1 është 210, edhe shtojmë 3 zero, 1, 2, 3, 100 metër. Orë do t'i kthejmë në sekonda, 3 herë 1 orë i ka 60 minuta, e 1 minut i ka 60 sekonda, 60 herë 60 është 3600 sekonda, dhe kur të shumëzojmë 3 herë 0, 0, 3 herë 0, 0, 3 herë 6, 18, 3 herë 3, 9, edhe 1, 10, 10.800 sekonda. Do të vazhdojmë me rrugën SD, kilometrat i kthejmë në metra, 18 herë 1000 metra, barazime, 18 herë 1, 18, edhe 30, 18.000 metra, minutat do t'i kthejmë në sekonda, 15 herë 1 minut i ka 60 sekonda, me 0 nuk do të shumëzojmë e shtojmë fund, edhe sekonda në shtojmë, 6 herë 5, 30, 0 a 3, 6 herë 6 edhe 3, 900 sekonda. Do të gjejmë sa është shpejtësia e automobilit të parë dhe sa është shpejtësia e automobilit të
dytë. Formula për të llogarit shpejtësinë është rruga mbi kohën. Do të vërtetojmë njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, njësia ndërkombëtare e kohës është sekond, e metër për sekond është njësia ndërkombëtare e shpejtësisë. Në këtë rast, për automobilin e parë, do të kemi formulën V1 barabartë me S1 hyrë për T1 dhe kemi rrugën S1 290.000 metra. Shkruajmë 290.000 metra, ndërkaq koha T1 është 10.800 sekonda. 10.800 sekonda. Këto 2 zera me 2 zera mund të thjeshtojmë. Tani 2100 hyrë për 108 ka mbetur. 2100 metra hyrë për 108 sekonda. Barazi, kur pjestojmë numrin 2100 me 108, do të fitojmë rezultatin 19.44 metra për sekond. Ndërkaq, shpejtësinë e automobilit të dytë do ta gjejmë me formulën VD barabartë me SD hyrë për TD. Kjo është e barabartë me rruga SD është 18.000 metra. Ndërkaq, koha TD është 900 sekonda. Thjeshtojmë 2 zera me 2 zera dhe kemi numrin 180 metra me 9 sekonda, 18 pjestu me 9 është 2, edhe një zero shtojmë 20 metra për sekund. Shpejtësia automobilit të dytë është 20 metra për sekund, shpejtësia automobilit të parë 19.44 metra për sekund, që do të thotë se VD është më e madhe se V1. Dhe po në këtë mënyrë na doli edhe rezultati te mënyra e parë e zgjidhjes së detyrës së një, ku shpejtësia e automobilit të dytë është më e madhe se shpejtësia e automobilit të parë.